Jemi sërish në emisionin Start dhe është pikërisht momenti për të ftuarën e ditës. Jam shumë e lumtur që do të vazhdojmë rrugtimin që kemi nisur edhe 2 puntata më përpara. Loreta Tomaj, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Po vazhdojmë me rrugtim bukur bashkë, në këtë marrëdhënie shumë të bukur dhe shumë veçantë mes fëmijëve dhe kafshëve shtëpiake. Mbase shumë njerëz Loret po pyesin, po pse po fokusoheni pikërisht vetëm në këtë temë. Pra, në një gamë të gjerë me tematika që mund të diskutonim, pse kemi vendosur që të bëjmë si cikël të parë vetëm këtë tematikë? Fillimisht ka të bëjë me natyrën e njeriut dhe të krijimit. Gjithçka në natyrë është lidhur dhe ka marrëdhënie me njëra tjetrën. Mësimet në biologji që kemi bërë gjithë ne na tregojnë lidhjen që ka çdo krijesë dhe çdo gjë që ndodhet në këtë tokë dhe në këtë univers. Për këtë arsye, njeriu ka aftësi të krijojë marrëdhënie me gjithçka që ndodhet në këtë krijim, përfshi edhe kafshët. Dhe jo më kota i ka zbutur ujkun apo kafshë tjera, cilat pastaj për cilat është kujdesur për ta edhe për veten e tyre. Kështu që kjo aftësi e njeriu për të krijuar marrëdhënie me gjithçka në natyrë. E dyta edhe për faktin që njeriu duke parë që ka disa karakteristika të ngjashme me kafshët, atëherë është i prirur drejt kafshëve për të parë se cilat janë këto ngjashmëri dhe cilat janë këto ndryshime. Dhe pastaj nga ana tjetër, kafshët disa prej tyre, për shembull në veçanti kafshët shtëpiake, kanë disa karakteristika të vogla, të imta, fëminore dhe si rrjedhoj ato e zbusin zemrën e njeriu dhe e shtyn njeriu që drejt tyre shumë herë për të kujdesur dhe në varësi të emocioneve që shkakton kjo si perceptohet, kjo fëmijëri apo këto tripare të vogla nganjëherë edhe për t'i dëmtuar. Dhe nuk kemi pak raste ku njerëzit kujdesen për kafshë, ashtu kemi edhe disa raste tjera ku njerëzit i dëmtojnë këto kafshë. Kështu që le të themi përveç këtyre karakteristikave motivacionale që është njeriu drejt kafshëve, është edhe fakti që me kafshët njerëzit përjetojnë shumë emocione. Ka shumë persona të cilët janë shumë të lidhur me kafshët e tyre, që janë kënaqur, që janë gëzuar, që luajnë me të. Kështu që kjo e shton repertorin e emocioneve që njeriu përjeton në marrëdhënien e tij me kafshën. Nga ana tjetër, le të themi që nëse ne në jetën tonë të përditshme, në marrëdhëniet me njerëzit, shohim që mund të bëjmë pjesë të disa ambienteve, por të disa ambienteve jo, ambienteve sociale, them, sepse i përkasim një feje të caktuar, i përkasim një kulturë të caktuar, një profesioni të caktuar e kështu me radhë, me kafshën ne nuk e përjetojmë, për shembull me qenin e me macën, nuk e përjetojmë një dadhim të tillë. Si rrjedhoj njihemi të pranuar po kushte, pas skema, dhe kjo le themi bën të mundur që njeriu të ndihet mirë, komod, rahat në marrëdhënie me kafshën. Dhe sot do diskutojmë duke e kapur në një lloj kanalit veçantë, do ta quaja unë kështu, për fëmijët e lëvizshëm, apo që ndryshe mund quhen edhe fëmijët me ADHD. Pikë së pari, çfarë është ADHD-ja? Më pëlqeu fakti që përdore 2 terma, fëmijët e lëvizshëm dhe ADHD. Dhe janë 2 gjëra le të themi që kanë edhe nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Fëmijët e lëvizshëm janë fëmijë të cilët kanë energji dhe duan ta shkarkojnë këtë energji duke u angazhuar në veprimtari të ndryshme. Disa herë që i zgjashin më shumë se sa ne prindrit duam, apo gjëra të cilat ata duan t'i bëjnë, për shembull të vrapojnë, të luajnë jashtë, brenda e kështu me radhë, dhe ne le të themi nuk na shkon për shtat në ata momente, nëse ai e vazhdimisht apo kur duam t'i vëmë me fjet, fëmijët zakonisht fillojnë e thonë, po dua të bëj këtë, po dua ta shoh këtë, tek kështu që dhe si rrjedhoj, prindrit e kanë vështirësi. Kjo për shembull për sa i përket normalitetit të qenit fëmijë. Edhe kafshët e vogla, kur janë të vogla fare, 3 muaj, 5 muaj, vizin shumë. Është karakteristikë e gjithë, le të themi, voglisë e foshnjërisë. Nga ana tjetër, le të themi, ADHD-ja është pjesë e çrregullimeve zhvillimore, zhvillimore si quhen, që kanë disa karakteristika. Para fillojnë në fëmijëri, e dyta kanë lidhje me zhvillimin e trurit dhe zgjasin pastaj gjatë gjithë jetës. Dhe në këtë
kategori, në këtë kategori çrregullimesh futet edhe ADHD-ja, që është çrregullimi i mungesës së vëmendjes dhe hiperaktiviteti. Aty futet pastaj edhe çrregullimet e të nxënit, komunikimit, koordinimit motorik apo të spektrit autik. Tashti, si ndikon, le të themi, më së pari fëmijët me ADHD kanë nevojë për një rutinë caktuar, duhet të dinë kur duhet qohen dhe qohen pak a shumë në të njëjtin orar, që pastaj pas ngrënies bëhet pas zgjimit bëhet pastrimi, pastaj ngrënia, pastaj shkuarja në shkollë kështu me radhë. Kështu që prindrit që kanë fëmijë me ADHD dhe edhe fëmijë të lëvizshëm, pa qenë të diagnostikuar, është e nevojshme që të krijojnë një rutinë të përditshme fëmijëve të tyre. Rutina edhe ne le themi të rriturve, por sidomos fëmijëve i krijon jo vetëm qartësi se çfarë duhet bëjnë dhe kur duhet ta bëjnë, por nga ana emocionale krijon shumë qetësi. Dhe sepse fëmijët tremben kur ndodhin gjëra të papritura. Kështu që si rrjedhoi, edhe kafshët shtëpiake kanë një rutinë kur ato zgjohen, kur duhet hanë, kur duhet dalin jashtë, kur duhet pastrohen dhe kështu me radhë. Kështu që nëse fëmijët në varësi të moshës, aftësisë tyre dhe le të themi jo eksperiencës së prindëve, por dëshirës së prindëve për ta përfshirë fëmin në mbajtjen e qenit apo të macës dhe në përkujdesin e kafshëve tyre, e njëjta le të themi rutina që kafsha ka e ndihmon fëmin në respektimin e rutinës kafshës nga një anë, por nga ana tjetër edhe në zbatimin e rutinës vet. Ashtu siç ai e sheh që qeni apo macja kërkon për të ngrënë, edhe ai mund shtyhet të qëndrojë po lëvizur në një vend kur është duke ngrënë apo për shembull kur është duke bërë detyrat. Nga ana tjetër, fëmijët me ADHD dhe fëmijët e lëvizshëm zakonisht kanë emocione të cilat i kanë në zhvillim të vazhdueshëm dhe nuk arrin t'i ndalin. Prekja e një kafshëve shtëpiake, thjesht ledhatimi, prekja e çimeve që janë të buta, e ngrohtësisë kafshëve kanë temperaturën më të lartë se tonet, e ndihmon fëmin jo vetëm që të zhvillojë shqisen e të prekurit, por pikërisht nëpërmjet zhvillimit të kësaj shqise të prekurit, ai emocionalisht qetësohet dhe ndihet më qetë, më butë dhe më ngrohtë. Nga ana tjetër, le të themi që fëmijët me ADHD shpeshherë janë të prirur që të jo vetëm që të lëvizin, por nganjëherë edhe të izolohen. Dhe prania e një kafshë në shtëpi e ndihmon fëmin që të dalë, le të themi, pjesërisht nga ky izolim. Pak nuk është krejt vetëm fizikisht, është në praninë e një kafshë me cilën ai ka kontakt, me cilën ai mund të tregojë emocionet që ai provon, apo si ndihet i kritikuar prej prindve, apo si ndihet i dashur prej prindve dhe kështu me radhë. Kështu që bëhet le të themi një mik për t'i dhënë për të nxjerrë jashtë emocionet që fëmia në një moment tjetër me prindë ka më të vështirë që sesa që t'i nxjerrë. Pastaj nga ana tjetër, fëmijët njihen edhe disa herë edhe të pambrojtur, nganjëherë për një çortimi shumë dashamirë që i bën prindi apo për ngacmimin e dikujt. Pra një kafshë, për shembull kur dalin jashtë, një fëmijë mund të njihet i mbrojtur prej kafshës, nëse mendon që shokët e lagjës apo njerëzit që janë duke kaluar aty mund ta ngacmojnë apo mund t'i thonë një fjalë e kështu me radhë. Nga ana tjetër, kujdesja për një kafshë shtëpiake ndihmon pikërisht ato që është karakteristika kryesore e fëmijëve me ADHD, do thotë vëmendja edhe përqendrimi. Ço do thotë kjo? Vëmendja do thotë që ti kushtosh, ta drejtosh disa prej shqisave tuaja, shikimin, dëgjimin e kështu me radhë, drejt një stimuli. Ndërsa përqendrimi ka të bëjë me faktin se sa kohë ne e lëm vëmendjen tonë te ky stimul, pa qenë ngacmuar prej një stimuli tjetër. Kështu që nëse ai qëndron me kafshën, atëherë ai ka mundësi që ta shoh që kafsha, për shembull kur han, nuk ngacmohet, nuk e lën vetin ngacmohet nga stimuli tjetër, sepse e ka vëmendjen aty dhe fëmia e ka më të lehtë që ta imitojë kafshën
për mënyrën se si ai qëndron, se sa për shembull tritunit kur ishte tritunit, sepse kafshë një fëmijë e shef më afër vetes. Ashtu sikurse e shohim që edhe kafshë shohin fëmijët më afër vetes dhe një farë mënyrë si mas mundësisë së tyre ata le të themi kujdesen për fëmijët e njeriu si për klyshët e tyne. Kështu që pastaj një fëmijë i cili kujdeset për kafshën ndihet i përgjegjshëm dhe i rritet edhe vlerësimi dhe imazhi pozitiv që ai ka për veten e vet. Dhe gjithë këto janë disa prej elementeve që e ndihmojnë një fëmijë me ADHD të kontrollojë më mirë le të themi shfaqjet e tij të mungesës së vëmendjes, të hiperaktivitetit dhe të impulsivitetit. Sepse kur për shembull faktin kur mund ta nxjerrë një kafshë për ta shëtitur jashtë, kontakti me njerëzit jashtë, jo me turmat, fëmijët me ADHD kanë le të themi që ndihen më të ngacmuar ku ndodhen në ambiente që ka shumë persona. Fakti që për shembull ata dalin e shëtisin kafshën, nëse janë 7-8 vjeç, 10 vjeç, pra edhe nën supervizimin e prindërve, nën pranim e prindve nga afër apo nga larg si ta çmojnë prindrit në këtë rast, atëherë bëhet mujtur që ai të hyjë në komunikim me tjerë, por që me persona në mënyrë individuale dhe kjo e ndihmon atë të di të menaxhoj impulsivitetin që i lind atij në ato momente. Sikur se e kam thënë edhe një herë tjera, kafshët janë vetëm njëra prej mundësive që prindrit kanë mundësi për t'i ofruar fëmijëve dhe në veçanti për që po flasim sot për fëmijët me ADHD. Kjo ishte disa nga mënyrat se si ne mund t'i ndihmojmë fëmijët me ADHD për të vazhduar për të jetuar jetën e tyre në mënyrë më të shëndetshme. Edhe për të zbutur, le të themi, në një farë mënyre karakteristikat themelore që bëjnë përcaktimin dhe futen në këtë çrregullim. A ka rëndësi shumë diagnostikimi i mirë i fëmijëve në ditjen pastaj të menaxhimit edhe të situatës, Loret? Atëherë, diagnostikimi më ndihmon si personat profesionistë, në këtë rast psikolog klinik, psikiatrët e kështu me radhë, dhe nga ana tjetër i ndihmon këto kategori profesionale për të ditur se çfarë trajtimit pastaj të bëjnë me persona të ndryshme të cilat kanë simptoma që futen në disa çrregullime të caktuara. A e kemi të tendencën për të kategorizuar gjithçka dhe për t'ia vënë çdo lloj sjellje një lloj emri? Se po e shoh shumë këtë tendencën e fundit që gjithmonë kemi dëshirën për të etiketuar, emërtuar çdo gjë. Atëherë, njeriu ka, le të themi, ashtu si njeriu është krijuar, dëshiron gjithmonë ta njohë botën dhe ta kategorizoj atë. Kjo ndihmon atë që jo çdo herë, për shembull, të njohë llojet e qenve, apo të makinave, apo të njerëzve. Kështu që kategorizimi është njëra prej mënyrave se si njeriu e fut botën e jashtme brenda vetes vet dhe e njeh botën e jashtme nëpërmjet kategorizimeve. Por nga ana tjetër, kategorizimet atë janë të mira se na lehtësojnë jetën, disa herë munden më kthy në paragjykime, në stereotipizime, por nganjëherë edhe i përdorin për të shfryer agresivitetin që ne kemi për brenda dhe duke e fryer tjetrin. Unë jam psikologe klinike dhe në përgjithësi jam shumë e kujdesshme në vendosjen e diagnozave dhe në përmendjen e vazhdueshme të diagnozave ndërkohë që bisedoj me njerëz. Sepse unë mendoj që njeriu në formën se si ai shfaqet është shumë më i madh se çdo diagnozë. Dhe mendoj që duhet të shkojmë, edhe jo vetëm mendoj, por shkon përtej çdo diagnoze. Dhe pastaj personat që merren me çrregullime, që janë kolegët mi, psikolog klinik apo psikiatër dhe kështu me radhë, e dinë mjaft mirë që kur ato i japin ilaçe, disa herë simptomat zbuten, por personi nuk e jeton jetën plotësisht. Nga ana tjetër, kur ne vëmë diagnoza apo personi mendon për veten e vet që ka një diagnozë caktuar, qoftë skizofreni, qoftë çrregullim humori, qoftë çrregullim ankthi apo çrregullime personaliteti që janë disa, le të themi personi nuk jeton mirë sepse e mendojnë që e ndjen veten si të futur në një këmishë force prej cilës ai nuk mundet të dalë. Kështu që le të themi që flasim gjithmonë për simptoma, për prirje drejt asaj kategorie
diskutohet, pastaj në varësi edhe të nivelit të çrregullimit të këtyre simptomave, pastaj është e nevojshme edhe ndërhyrja. Por mendoj që njerëzit duhet të jenë kujdesshëm në mënyrën se si i përdorin, pastaj kanë shumë informacione në internet, dhe aty disa herë njerëzit mund t'i vënë edhe diagnoza. Unë kujtoj një herë veten time, edhe jo veten, por edhe kolegët e mi kur kemi studiuar bashkë para shumë vitesh, kur kemi studiuar lëndë që fliqin për çrregullimet, që si cili prej nesh kur bisedojtë edhe në kafe apo kur ishim duke studiuar bashkë, thotë, po unë kam këtë çrregullim, po unë kam këtë çrregullim. Dhe pastaj kemi dalë me çrregullim deri në momentin kur kena dhënë provimin. Kur kena dhënë provimin atëherë kena thënë, jo kena vetëm simptoma, sepse pastaj kur largohesh prej këtyre informacioneve e kupton që ndoshta nuk je me atë çrregullim, por që pastaj mund të kesh një simptom, por psikologët edhe psikiatrët e dinë mjaft mirë që për të bërë pjesë në një kategori, në një çrregullim caktuar duhen disa simptoma, pastaj duhen korrelacione midis simptomave të ndryshme, për shembull edhe kur disa herë mund të ndjejmë edhe halucinacione, jo vetëm se jemi me skizofreni, por edhe për disa llojeve ilaçe. Kështu që duhet ditë këtë korrelacion, por pastaj edhe koha. Kështu që është një gjë që bëhet që kërkon kohë për të përcaktuar diagnozën, kështu që nuk mund ta vënë gjithkush. Nëse vën gjithkush do të thotë që janë duke ulur edhe zhvlerësuar punën e profesionistëve të caktuar, edhe janë të e përdorur për ta thyer tjetrin dhe për ta futur brenda një kornize. Gjë që pastaj i bën keq si atij që e fut në kornizë, si atij që e lejon vetin të futet brenda një kornize etiketimi të një çrregullimi të caktuar. Të falenderoj jashtëzakonisht shumë për këtë sqarim vërtet shumë të rëndësishëm që sapo e bëre në këtë momente. Duke dashur të kthehemi edhe një herë tek tema kryesore e ditës së sotme, si ndikojnë kafshët shtëpiake tek marrëdhënia me fëmijët me ADHD? Siç e thash, respektimi i kësaj rutine të përditshme, prekja e kafshëve shtëpiake në mënyrë të vazhdueshme, lëvizimi i tyre, bisedat që fëmia bën me të, qofse edhe ka edhe fëmijë të tjerë, sepse një fëmijë me ADHD kupton që vllai tjetër, për shembull apo motra tjetër, mund janë më të qetë, pastaj edhe prindi krahasojnë shumë njëri me tjetrën, po shikoj motrën tënde, me shpresën që fëmia po e sheh dhe imiton. Në disa herë fëmijët nuk kanë nevojë që t'i ftosh, nganjëherë fëmijët e gjejnë vetë mënyrën se si ata mund të shqetësohen. Dhe pastaj një mënyrë që prindërit është e nevojshme që të kenë parasysh është që mos t'ia kujtojnë gjithmonë fëmijës me ADHD që të jenë vëmendshëm, që të rinë ndenjur, sepse pikërisht kjo është pika dopt e tyre. Kështu që nëse ata shohin që qeni është i ulur diku afër divanit, ulen vetë ato dhe qëndrojnë aty derisa t'i humbin interesi për atë gjë. Kështu që prind nganjëherë bëjnë mirë që ftojnë, por gjejnë mënyrat e përshtatshme pa prekur apo pa përmendur fjalët kije vëmendjen ose ri rahat ose përqendroju të paktën një moment e kështu me radhë. Sa rëndësi ka kjo? Pra që ta përdorim fjalët e duhura. Ka rëndësi sepse fjalët krijojnë realitete. Dhe duke qenë se fjalët krijojnë realitete, le themi brenda nesh, fëmia e kupton që nuk mund ta realizojë atë që prindëri i është duke i ftuar që të bëj, pra të përqendrohet, apo që mësuesi mund ta ftoj. Okej, nuk arrin ta bëj. Kështu që fëmia e para ka vështirësinë e vet për të përqendruar, se i shef që shok përqendrohen në klasë apo familjarët e tjerë në shtëpi dhe ai jo. Dhe kjo e bën që ai ndihet i paaftë. E dyta, prindi apo mësuesi e ftojnë që të jetë i vëmendshëm dhe ai nuk arrin, kështu që ndihet dy herë i paaftë për të realizuar. Kështu që ne përdorim fjalën që ne ku duam të mrim, por në të vërtetë shkojmë kundër asaj që ne i ftojmë. Dhe në vërtetë fëmijët nuk përqendrohen dhe pastaj ne edhe acarohemi. Kështu që kjo e përkeqëson edhe më tepër situatën. Kështu që përdorimi i fjalë të sakta mund të përdorim një sinonim tjetër, mund ta ftojmë një mënyrë tjetër që fëmia të na ndjek apo të ndjek ritmin e vet. Për shembull, në këtë rast mund ta ftojnë kafsh merru me te, bën diçka me te kështu me radhë, dhe fëmia përqendrohet aty sepse i pëlqen dhe nuk e largon vëmendjen e vet nga ajo që është duke bërë sepse ndihet i përgjegjshëm. Dhe pastaj një gjë tjetër, prindrit gjithë njerëzve, gjithë fëmijëve, por në veçantë fëmijëve me çrregullim vëmendje dhe hiperaktivitet është e nevojshme të bëjnë komplimente për gjithçka që bëjnë. Komplimentet nuk janë asnjëherë të
këqija, Komplimentet nëse janë janë, çdo kënd, nëse fakt, janë, por. bravo, nuk janë as pak dëmshme nëse janë të vërteta. Dhe Çfarë do të thotë nëse janë vërteta, se kjo është duket si fjalë kyçe. nëse janë kanë lidhje me atë realitet që po bën fëmia. Për shembull, nëse fëmia është duke i dhënë për të ngrënë qenit, prindërit e nevojshëm thonë bravo, të lumë që po jep qenit për të ngrënë. Okej? Kështu që kjo është një realitet, një kompliment i vërtet. Por nëse fëmia ka bërë, le të themi, shkronjën A dhe ka bërë, le të themi, objektivisht keq, dhe ne i thëmë bravo, sa mirë, sa e mrekullueshme, Kjo nuk është e vërtetë. gjithë e kuptojmë, fëmia i pari, e prindi i dyti, e tjerë që shohin, që nuk është një kompliment i vërtet. Mund të thuhet që po, bravo, i munduar ta bësh mirë, mund ta bësh, ta provojmë edhe një herë bashk. Mund të jenë për faktin që për aftësitë, pastaj ne mund ta kuptojmë që për aftësitë që ka fëmia, ajo është diçka e mrekullueshme, por fëmia e kupton që kur e krahason me shkronjën tjetër A që ka në libër dhe shef në fletorin e vet, e kupton që komplimenti i prindit është i Nuk rrem. është, po. Prindi e ka bërë me dashamirësinë në tim më të madhe që ta shtyjnë fëmin që mos ta përjetojnë, le të themi, dështimin, por disa herë prind gabojnë këtu. Fëmijët duhet të gabojnë, fëmijët duhet të dështojnë dhe pastaj jemi ne aty nëse ata kanë nevojë për ndihmën tonë. Kështu që për këtë arsye është nevojshme. Më vështirë për të bërë. Po. Mendoj që njerëzit që zgjedhin për të martuar dhe për të bërë fëmijë, nuk ka se janë të shku në një vend për të pushimi, për të dëfryer. Zakonisht janë ata që zgjedhin për t'i dhënë mundësi. Duket sikur është pushime, po nuk janë pushime. As pushimet e vërteta nuk janë, për shembull që shkohen në verë kështu me radhë, nuk janë kur pushime, pas jeta nuk është më pushim, sepse personat zgjedhin që t'japin gjithçka nga vetja e tyre dikujt tjetër për t'i pastaj, jo vetëm për të vazhduar njerëzimin, por për t'i dhënë jetë dikujt që është, le të themi, miq e gjak i veti edhe i burrit apo i gruas me cilën e don fort, me cilën e ka këtë fëmijë. Loret, falenderoj zakonisht shumë, gjithmonë temat që diskutojmë bashkë janë shumë të bukura edhe shumë frymëzuese. Falenderoj edhe unë ty, ditë marr. Faleminderit edhe ju që keni përcjellë një intervistë të tillë. Na prisni për puntatën tjetër sepse do diskutojmë edhe shumë gjëra të tjera shumë bukura, duke pasur gjithmonë fokusin tek fëmijët dhe marrëdhënia atyre e mrekullueshme me kafshë shtëpiake. Faleminderit për vëmendjen tuaj, urojmë ta kemi merituar privilegjin e kohës suaj.